Miqtë e mi, ja kur i takohemi sërish bashkë në Rrezë Dielli në hapësirën e mjekut. Në ditën e sotme kemi ftuar mjekun nefrolog Alketa Koroshi. Mirë se erdhët, profesor. Faleminderit që erdhët edhe pse në një ditë feste. Kjo është një kënaqësi edhe më e veçantë të urohemi së bashku, përveç se të flasim për problematikën që do të trajtojmë sot. Sigurisht do të ndalemi tek një moment që është pak i dhimbshëm, siç janë gurët në veshka, le të themi, por le ta lehtësojmë pak duke dhënë më tepër informacion mjekësor për gjithë ata që na ndjekin. Nga se shkaktohen gurët në veshka? Çfarë janë në vetvete, le të themi? Ndoshta do të ishte mirë të theshim një dy shifra. Statistika. Po, në fillim se sa të shpesht janë gurët në veshka. Patjetër. Është vitet e fundit, domethënë këto 10 vjeçarët e fundit, vihet re në gjithë botën një rritje e madhe e gurëve në veshka, e frekuencës së gurëve në veshka tek njerëzit. Nëse para 40-50 vjetësh, frekuenca e gurëve në veshka ishte rreth 3% e njerëzve që buanin nga gurët në veshka, sot ka kaluar 8%, 8.5% e popullsisë janë me gurë në veshka. Gati po trefishohet. Për shembull, në statistikat është konstatuar për shembull që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës çdo vit 1 milion njerëz të rinj çfaqin dhe sëmuren nga gurët në veshka. Nëse bëjmë krahasim edhe me dënat që ka në vendet e tjera të Evropës, duke bërë ekstrapolimi bie që në Shqipëri ka afërsisht mbi 200.000 njerëz që vuajnë nga gurët në veshka. Dhe çdo vit sëmuren 10.000 vetë të rinj nga gurët në veshka për herë të parë, domethënë çdo vit të sëmurë të rinj nga gurët në veshka të sëmuren në Shqipëri. Kjo është një shifër relativisht e madhe. Është shqetësuese. Është shqetësuese, për arsye sepse këto gurët në veshka kanë jo vetëm simptomatologji klinike të shprehur, sidomos kur ke një krizë akute, një atak akut, një kolik renale që i themi ne nga gurët në veshka, por kanë edhe pasoja, të cilat janë me pasoja qoftë për veshkat, por edhe me pasoja për gjithë organizmin. Pjesë të tjera të organizmit, po. Gurët në veshka, le të themi, kanë një mosh që shfaqen, apo edhe këto ekuilibre janë prishur dhe kanë ndryshuar? Në çdo mosh mund të shfaqen, por më shpesh shfaqen në moshat e mesme, në moshën 30 deri në 50 vjeç. Mosha aktive, le të themi. Në moshën aktive mund të shfaqet gurët në veshka. Ka disa shkaktar? Patjetër, që e para e punës që ka një faktor genetik, sepse në shumë njerëz gurët në veshka shfaqen në ata që kanë edhe prindrit e tyre ose parasit e tyre të sëmurë me gurë në veshka. Pra trashëgimia ka rol të rëndësishëm. Patjetër. Po ka dhe disa faktorë ambiental ose faktorë të mënyrës të jetesës. Faktori kryesor për formimin e gurëve në veshka është mungesa e ujit. Mospirja e ujit. Mospirja e ujit. Deshidratimi që ndodh në organizëm për shkak të mospirjes së ujit dhe ka shumë njerëz të cilët harrojnë të themi në thonjza të pinë ujë gjatë ditës. Kjo mospirja e ujit është shkaktari kryesor i gurëve në veshka. Por nuk është vetëm fakti që mospirja e ujit, domethënë, ndikon për shpeshtësinë e gurëve në veshka, por ndryshimi i klimës në përgjithësi në të gjithë botën, ngrohja globale për shkak të emisioneve të gazrave, për shkak të ndotjes së ambientit, bën që kjo ngritja progresive e temperaturës bën që në një klimë të nxehtë trupi njeriu të evaporojë më shumë lëngje nëpërmjet djersitjes dhe deshidratimi ndodh gjithmonë dhe më shumë. Domethënë gjithmonë më shumë njeriu ka nevojë për lëngje. Është llogaritur për shembull që në fund, nëse sot 8.ca% e popullsisë vuajnë nga gurët në veshka, në fund të këtij shekulli temperatura e ambientit do të ngrohet afërsisht 5 gradë në krahasim me fillimin e shekullit. Dhe është llogaritur që rreth 70% e popullsisë janë të rrezikuar nga gurët në veshka. Domethënë ka lidhje edhe me konditat e ambientit, me konditat e ambientit. Pastaj ka lidhje jo vetëm me gjendjen e hidrimit të organizmit, por shpeshtësia e gurëve në veshka ka lidhje edhe me mënyrën e të ngrënit dhe me llojin e ushqimeve që hanë. Për shembull, njerëzit që kanë gurë në veshka janë njerëzit që hanë më shumë ushqim me krip shumë, që e kanë të shtuar sasinë e kripës në ushqim. Sepse gjithmonë kripa bën që të dalë më shumë kalcium në urinë. Dhe dalja e kalciumit në urinë është një faktor që ndikon për precipitimin dhe formimin e gurëve në veshka. Ndalemi pak tek struktura. Gurët në veshka kanë të gjithë të njëjtën strukturë kimike ose të njëjtën bazë formimi, apo janë të ndryshëm? Janë të ndryshëm. Në 70-80% të rasteve gurët në veshka janë të përbëra nga oksalatet e kalciumit. Por nuk
nuk përjashtohet që gurët në veshka të kenë edhe përbërje tjera kimike. Për shembull, gurët mund të jenë të përbëra nga uratet, të përbëra nga cistina, do më thënë ka edhe ose magnezium, amonium fosfat, do më thënë përbërje tjera të cilat hynë në strukturën e gurëve të veshkave. Po shumica e gurëve janë nga oksalatet e kalciumit dhe kur themi që dieta ka një rol të rëndësishëm, ka një veçori që ushqimet, sidomos që janë të pasura me oksalate, ato janë shkaktar të gurëve në veshkave. Për shembull, mund t'japim disa shembuj? Ushqimet të pasura me oksalate janë për shembull ushqimet të gjitha ato ushqimet të cilat patatet, karotat, panxari, ato që kanë frutat e tyre nën tokë. Që janë frut rënjor, le të themi. Ose arat, bajamet, lajthit, të gjitha këto janë për shumë prapë me shumë oksalate. Ose qikoret, për shumë, çaj i zi ka oksalate. Ushqimet me oksalate, po t'i marrësh kur janë në dietë me shumicë, atëherë këto shtojnë përthithjen e oksalateve në zor dhe këto dalin në urinë në formën e oksalaturisë, themin ne, dhe këto janë shkaktar për formimin dhe për shpeshtësinë e gurëve në veshka. Kurse përsa i përket kalciumit, në popull ekziston një koncept që nuk duhet evitojmë ushqimet janë me kalcium. Për shembull, qumshi dhe produktet e tij, djathit. Nuk është e vërtetë, është e kundërta. Sa më shumë ushqime, sa më shumë e pasur të jetë dieta me kalcium, aq më pak do ketë gurë në veshkë. Duket si paradoksale. Duket si paradoksale. Po sepse kur merr ushqim të pasur me kalcium, kalciumi në zor, kur kalon në traktin të retës në zor, ka vetin që të lidhet me oksalatet. Dhe këto dalin si precipitate, dalin jashtë me feqet dhe nuk përthithen në zor. Kurse kur merr një dietë të varfër me kalcium, atëre kalciumi nuk i lidh këto oksalatet, oksalatet përthithen me shumicë dhe dalin në urinë dhe janë Pra të shkëputura përthithen Dhe kështu që dieta nuk duhet të jetë e varfër me kalcium. Por nga ana tjetër ne duhet marrim suplemente kalciumi me tableta. Do të thënë, kalciumi që merret me tableta jashtë vaktit të ushqimit, ai është i rrezikshëm. Pra jo në formë natyrore. Jo në formë natyrore. Kalciumi duhet të jetë në ushqime, do të thënë në formën që merr. Në qoftë se do të ndaleshim pak tek trajtimi, ka të bëjë lloji trajtimit me mënyrën me përbërjen e gurëve, se ju thatë që janë disa tipe. Edhe pse përqindjen më të madhe kanë oksalatet e kalciumit. Patjetër. Një smur që trajtimi i gurëve në veshka ka dy komponent kryesor. Është trajtimi mjekësor, medikamentos ose me ilaçe, dhe është trajtimi kirurgjikal. Doktor, do ta ndërpresim për pak përgjigjen, kemi një telefonues në studio që me sa duket ka një pyetje për ju. Alo, përshëndetje? Përshëndetje. Faleminderit që po telefononi zonjë. Cili është shqetësimi juaj? Jeni në studio. Po, mund ta drejtoni pyetjen. Unë jam një sëmur që kam gurë në tëmës. Edhe një qese në veshka, një qese, një kisë në ujë. A mund të më sqaroj doktori për gurët në tëmës, se si vetëm operacioni është ai që... Faleminderit. Gurët në tëmës është... Faleminderit për pyetjen. Gurët në tëmët është tjetër kapitull. Është tjetër kapitull, ka të tjera mënyra formimi, ka të tjerë shkaqe, ka lidhje me çrregullimin e metabolizmit të yndyrnave, ka lidhje me çrregullimin e rrjedhjes së bilës në tëmës. Pra është tjetër drejtim, ne sot po flasim për gurët në veshka. Ndoshta zonja ka kapur vetëm fjalën gurë edhe ka kujtuar se gjithsesi e falenderojmë që ishte prezent me pyetjen. Atëherë po flisnim pak për format e trajtimit. Atëherë ka dy forma. Ju thatë medikamentoze dhe kirurgjikale. Metoda medikamentoze e trajtimit të gurëve në veshka ka të bëjë me faktin në radh të parë duhet marrë shumë lëngje. Dhe kur themi lëngje nuk duhet marrë pije të cilat alternative, siç janë këto Coca-Cola, Fanta. Kjo ndodh me fëmijët e vegjël. Fëmijët e vegjël sot prindrit është rritur kujdesi ndaj fëmijëve, është rritur jetë gjatë, si thosh, është ulur mortaliteti i fëmijëve dhe morboziteti i tyre. Fëmijët sot jetojnë në kondita më të mira se dikur. Po njëkohësisht ambienti, temperatura është rritur. Po edhe në dimër që është ftohtë, fëmijët i mbajnë në ambientet mbyllura të ngrohta, edhe fëmijët evaporojnë shumë. Ka kushte, po. Fëmijët janë, një shumicë e madhe fëmijësh janë në gjendje deshidratimi kronik. Dhe në këtë gjendje deshidratimi kronik ai ka nevojë për lëngje. Dhe prindi në vend që t'i japi ujë fëmijës, i jep pije alternative. Do të thënë Fanta, Coca-Cola, pra gabohet në këtë pjesë, edhe pse ka kushte më të mira. Kurse këto lloj pijesh kanë në përbërjen e tyre substanca që favorizojnë formimin e gurëve, jo që e frenojnë formimin e gurëve. Prandaj fëmijës do t'i japish ujë të thjeshtë. Dhe gjëja më e mirë sot është të marrësh çajra
me natyrë bimore, të cilat janë shumë të mira për tretjen e gurëve në veshka, si që janë për shembull fier guri, mustaqe e misri, bishtaqe shije, trëndafili i egër, fara gjimbaçi. Këto janë këto çajra shiten në farmacit tona pa recetë madje. Po. Doktor, kemi edhe një tjetër telefonues në linjë. Alo, përshëndetje? Përshëndetje zonjush. Përshëndetje. Më falni. Kam pasur që jam me një krizë të fortë në veshka. Me një gur rreth 7-8 mm, më tha doktori. 7 mm? Kam kaluar atë fazën e fortë, po prap jam në kriza. Si mund të më vej problemi? Çfarë duhet të bëj unë, lutem? Tani ju kapa në telefon dhe s'ju kam parë më përpara. Faleminderit. Faleminderit, zonjë. Po, mjekimi me medikamente i gurëve në veshka, siç ndodh në rastin e qytetares që mori, ndahet, ose si thosh, është ndryshe mjekimi në fazën akute kur ke një krizë të fortë, edhe është ndryshe në një fazë kronike kur di që ke një gur në veshka dhe duhet ta mjekosh gjithë. Është e vërtetë. Nëse guri mendohet kështu që nëse guri është më i vogël se 6 deri në 7 mm, ai dhe mund të kalojë vetë dhe të dalë vetë në rrugët urinare, me rrugë natyrale. Por nëse guri është më i madh se 7-8 mm, ai nuk i kalon dot ngushticat e kanaleve urinore dhe guri është e domosdoshme trajtimi i tij me medikamente ose ose me ndërhyrje kirurgjikale. Kur në rastin kur një smur ka kriza akute të dhimbjes dhe dhimbjet nga gurët në veshka, krizat që ne i themi dhe quajmë kolika renale, janë dhimbje shumë të forta. Thonë që janë më të forta se dhimbjet e lindjes. Për ata që i kanë provuar. Që i kanë për ata, natyrisht për. Por në këtë rast është gjë më e mirë është do marrësh substanca analgjezike, medikamente, ose do marrësh antiinflamator jo steroidien të tipit indometacin, brufen, ibuprofen, ketorolac e tjera. Ndërsa në qoftë se i smuri ka kriza të forta nga dhimbja, nga gurët në veshka, nuk është mirë që në momentin e krizës të marrësh shumë lëngje. Duhet ta evitosh marrjen e lëngjeve derisa të qetësohet kriza. Sepse guri ka bllokuar një pjesë të kanalit të urinës ose gjithë kanalin e urinës dhe në këtë rast ti kur merr shumë lëngje, ato lëngjet s'kan nga të dalin se është e bllokuar rruga e daljes, edhe ato tendosin veshkën dhe kapsulën e veshkës dhe i shtojnë dhimbjet, në vend që të paksojnë i shtojnë. Prandaj nuk lejohet ose nuk këshillohet që të merren lëngje shumë në kohën që është me kriza. Jashtë krizave po. Tani në rastin e zonjës që e ka rreth 7 mm gurin, këshillohet një ndërhyrje kirurgjikale apo gjithsesi është mjeku që vendos në bazë të rastit? Në këtë rast është mirë që të marri medikamente të cilat të ndihmojnë në tretjen ose në daljen e gurëve. Në rast të parë do marri diuretik. Nga diuretikët më i preferuar është hidroklortiazidi, nga këto është karkusit. Hidroklortiazidi është një preparat që jo vetëm që ka veti që shton në nxirrjen e lëngjeve në urinë, por pakson daljen e kalciumit në urinë. Dhe është shumë i mirë për pacientët që bojnë nga gurët në veshka. Pastaj do marri preparate që ndikojnë në paksimin e oksalateve në urinë, siç është vitamina B6. Pastaj është mirë që të marri medikamente të cilat të ndihmojnë në paksimin e daljes urateve në urinë, siç është allopurinoli. Allopurinoli është një medikament shumë i mirë që pengon formimin e urateve në organizëm dhe pakson daljen e urateve në urinë. Në këtë rast allopurinoli është shumë i mirë për të smur që kanë sidomos gur nga uratet. Po. Kemi edhe një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit zonjë që po telefononi. Cila është pyetja juaj? Kam një pyetje për doktorin. Unë kam pas probleme në veshka, kam pas gurin dhe gurin më kishte rreshqitur, besoj, tek kanali i urinës dhe nuk më dukej guri. Do të thënë më shqetësonte shumë kjo, sepse as në eko as në gjë guri nuk më dukej. Po kriza do të thënë kam pas gjithmonë kriza dhe kriza shumë të forta. Tani më shqetëson kjo, pse do të thënë në eko nuk dukej guri, bëra 1, 2, 3 eko. Faleminderit për pyetje. Ekzaminimi ekografik është ekzaminimi i parë dhe më i thjeshti për të diagnostikuar gurët në veshka. Sepse është jo invaziv, nuk fut asnjë gjë në trup, është një ekzaminim më i thjeshtë, nuk merr rezatim, sepse është bëhet vetëm me ultratinguj dhe është shumë deciziv për shumicën e pacientëve që bojnë nga gurët në veshka. Po ka raste që në varësi të pozicionit ndonjëherë që nuk duket, sepse në rastet kur për shembull guri kalon në kanalin e urinës, në ureter që themi ne, që është kanali që rilis veshkën me vezikën urinare, nganjëherë këto kanalet janë brapa zorëve dhe nuk duken mirë në eko. Atëherë në këto raste ka me mjete dhe metoda të tjera diagnostikuese, siç është për shembull radiografia renale,
urografia intravenoze, pilografia retrograde, skaneri, ka metoda tjera diagnostikuese që e konstatojnë gurën e veshkës. E tregojnë më me detaje. Po flisni pak më parë për format e trajtimit, ju ndalet tek trajtimet medikamentoze, po sigurisht edhe tek format kirurgjikale. Sa kanë evoluar në vite, në kohë? Si janë përmirësuar? Më përpara, vite më përpara, ka pasur një tendencë që trajtimi kirurgjikal i gurëve në veshka konsistonte vetëm në hapjen e barkut, edhe nxjerrjen e gurit ose heqjen e veshkës. Kishte shumë raste që mjekët kirurg hiqnin veshkën bashkë me gurin, se thotë që është dëmtuar veshka. Sot është kufizuar kjo mënyrë trajtimi. Trajtimi kirurgjikal është, domethënë trajtimi invaziv në gurët në veshka konsiston në tre mënyra kryesore. Ose në trajtimin me shock wave litotripsi, që themi ne, do me thënë me anë të bombardimit nga jashtë me reze, me ultratinguj, ose me anë të nefrostomis perkutane, do me thënë kure hap incizon pak lëkurën dhe fut një tub deri në veshk, i cili thith gurët, do me thënë që janë aty, pa që nevoja të bësh operacion të masë, të hapet barku, pa që nevoja të hapet barku, ose me anë të mënyrës retrograde, do me thënë në rrugët urinare, futesh nga poshtë, në kanalet urinare deri në veshk, edhe atje e thërmon gurin edhe copat e gurit dalin vetë ose i përthith ato me anë të tubit. Këto mënyra janë më pak invazive, janë më pak traumatike dhe nuk e dëmtojnë të sëmorin, kurse metodat kirurgjikale dëmtojnë dhe veshkën. Cilat metoda aplikohen më tepër këtu në vendin tonë? Këtu metoda që aplikohet më shumë ndërto është kjo shock wave litotripsi, do me thënë mënyra e bombardimit të gurëve të veshkave nga jashtë me anë të ultratingujve. Besoj që kjo është ndjerë si përqindje në popullsi për mirësimi. Pa tjetër, një pjesë e njerëzve do me thënë gjejnë derman dhe kanë shpëtuar, do me thënë nëpërmjet kësaj kanë shpëtuar nga operacioni. Por gjëja më e mirë te gurët në veshka është parandalimi i tyre. Pse themi parandalimi? Një njeri që ka pasur një gurë në veshka, dhe e ka nxjerrë këtë ose me rrugë natyrale, me anë të medikamenteve, ose me këto mënyrat invazive që ne përmendëm, ka një predispozicion përsëri që të formojnë gurë në veshka. Nuk është të thonë se shpëtoi, doli një gurë dhe... Brenda 5 vjetëve ka një shans 50% të bëj prapë gurë në veshka. Prandaj parandalimi është mënyra më e mirë. Dhe parandalimi konsiston edhe një herë në pirjen e lëngjeve, në kufizimin e kripës në ushqim, në bërjen e një jete aktive, jo një jete sedentare. Ka një lidhje të interesante midis se gurët në veshka janë sëmundje sistemike, nuk është një sëmundje lokalizuar vetëm në veshkë. Ka të bëjë dhe me gjithë organizmin. Dhe është konstatuar se ka një lidhje midis gurëve në veshka dhe obezitetit, diabetit, sëmundjeve të zemrës, infarktit të miokardit. Është konstatuar, është shumë interesant. Sëmundjet me gurë në veshka janë ata që bëjnë më shumë infarkte miokardi. Ata ka një lidhje. Sëmundjet me gurë në veshka janë ata që kanë më shumë hipertension arterial. Ka hipertensioni arterial dhe gurët në veshkë janë të lidhur midis tyre. Do me thënë ka një lidhje organike midis patologjive të ndryshme. Po sidomos sindromi metabolik, që është sot shumë i shprehur. Sindromi metabolik që ka të bëjë me obezitetin, me rritjen e perimetrit të barkut, me rritjen e yndyrnave të këqija, rritjen e trigliceridëve, uljen e yndyrnave të mira që është LDL kolesteroli dhe hipertensioni arterial, të gjitha këto janë favorizuese për gurët në veshka. Prandaj luftimi i stilit jetës që të parandalojnë këto lloj eventesh janë edhe shumë të mira edhe për luftimin dhe për parandalimin e gurëve në veshkë. Pra situata nuk qenë kaq e thjeshtë, le të themi, vetëm me veshkën si organ, na paraqitet një moment më i komplikuar nga ajo që dëgjuam, pra sëmundje kronike, siç është diabeti, sfida të tjera, bashkë me veshkën, gjërat komplikohen më tepër dhe bëhen më të vështira edhe për mjekun dhe për pacientët, besoj. Patjetër, këto të gjitha janë të ndërlidhura midis tyre. Dhe mënyra më e mirë nuk është ti mjekosh, por është mënyra më e mirë të parandalosh këto. Në mënyrë që një njeriu të jetë i shëndetshëm, të ketë jetë gjatësi, të rojë, domethënë, dhe të gëzojë jetën e tij. Ka disa kontrolle rutinë të cilat duhet i bësh çdo kush prej nesh pa pasur shenja, pa pasur probleme të dukshme. Po, patjetër. Mirë është njeriu që një herë në një interval kohe, një vjet, për shembull, duhet të bëjë një ekzaminim ekografik që është jo invaziv dhe të bëjë një analizë urine, që janë gjërat më të thjeshta që mund të bëjë për gurë të veshkë. Edhe aq më tepër njerëzit që kanë simptoma, që kanë dhimbje mezi ose kështu. Dhimbjet e mezit mund të jenë të shumë llojshme. Nuk vijnë vetëm nga gurët në veshka. Nuk ka vetëm një origjinë, pra. Por njeriu duhet ta investigojë, ta eksplorojë dhe të diagnostikojë sa më herët. Guri kur është i vogël ka mundësi të kalojë vetë në mënyrë natyrale dhe me pak mjekim. Kur rritet shumë, pastaj nuk del dot në mënyrë natyrale, duhen mjete më invazive në mënyrë që ai të shpëtojë prej kësaj patologjie.
Sa të informuar janë pacientët shqiptarë në lidhje me këto problematika, pra veshkën në përgjithësi dhe gurin në veshka në veçanti? Nga ju që vini re në punën tuaj të përditshme? Po, zakonisht në klinikat tona vinë pacientë të cilët kanë simptomatologji nga gurët në veshka. Vinë në radhë pacientët të cilët duan të ekzaminohen se nuk kanë asnjë shenjë, asnjë simptom, edhe duan të vinë të ekzaminohen për kuriozitet ose për një eksplorim të gjendjes tyre të organizmit. Për të njohur gjendjen, po. Është mirë që pacientët jo vetëm kur kanë simptoma, por akoma kur janë pa simptoma, kontrolli periodik mjekësor, një check-up mjekësor i përgjithshëm do të ishte i mirë të bëhesh edhe për gurët në veshka nëpërmjet këtyre ekzaminimeve diagnostikuese. Këto lloj ekzaminimesh sigurisht i interpreton mjeku i laboratorit apo duhet drejtuar dhe tek një specialist që të marrë një informacion më të saktë? Po, ekzaminimet radiologjike, edhe që kanë bëjë me imazhin e veshkave, edhe me dukjen e tyre, mjeku më i mirë, specialisti i imazherisë, që është radiologu. Kurse kur ka simptoma dhe kur njeriu ka nevojë për trajtim mjekësor, do drejtohet patjetër ke specialisti, që është urologu ose nefrologu. Doktor, na iku koha shumë shpejt pa u kuptuar, unë shpresoj që të kemi dhënë këshillat e nevojshme sot për ata që na ndjekin, jo vetëm për pacientët, por dhe për ata që duan ta parandalojnë këtë problematikë që trajtuam sot. Faleminderit që ishit këtu. Ju falenderoj tani. Miqtë e mi, dhe ne ju falenderojmë që qëndruat sot me ne dhe jo vetëm me mjekun nefrolog, por gjithashtu gjatë gjithë harkut kohor të Reze Dielli në ditën e sotme, duke ju uruar edhe një herë gëzuar, ju përshëndes dhe ju uroj festa të mbara. Takohemi sërish të hënën.